Drejtori menaxhues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, Adrian Zalli, vazhdon të jetë një nga zyrtarët publik me pagën më të lartë në vend, sipas deklaratës së tij të pasurisë për vitin 2025, të dorëzuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Zalli ka një pagë vjetore prej 56.823 euro, që përkthehet në një pagë mujore prej 4.735 euro. Përveç të ardhurave të larta, Zalli ka deklaruar edhe kursime tepër të konsiderueshme. Ai ka mbi 200.000 euro të depozituara në llogari bankare, në euro dhe në valuta të tjera të huaja. Këto kursime reflektojnë një menaxhim të kujdesshëm financiar dhe një përkushtim ndaj transparencës në raport me pasurinë personale. Në deklaratën e tij, Zalli ka përfshirë edhe pasuri të tjera, duke përfshirë një automjet të blerë në vitin 2007 për një shumë simbolike prej 14 eurosh. Kjo mund të jetë rezultati i një gabimi në deklarim ose një transakcion simbolik, por gjithsesi tregon për përfshirjen e detajuar të pasurisë në deklaratën e tij. Pas Zallit, zyrtari tjetër me pagën më të lartë është guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, i cili ka një pagë vjetore prej 51.793 euro ose 4.316 euro në muaj. Këto shifra i vendosin këta dy zyrtar në krye të listës së pagave më të larta në sektorin publik të Kosovës. Në krahasim me ta, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar një pagë vjetore prej 33.104 euro, ndërsa kryeministri Albin Kurti ka deklaruar pagën e tij prej 20.278 eurosh. Këto të dhëna tregojnë për një diferencë të konsiderueshme në pagat e zyrtarëve të lartë publik në vend. Sa kaq, deklarimi i pasurisë është një detyrim ligjor për zyrtarët publik në Kosovë dhe shërben për të rritur transparencën e për të parandaluar korrupsionin. Rasti i Zallit tregon për një përmbushje të këtij detyrimi dhe për një nivel të lartë të transparencës në raport me pasurinë personale. Këto të dhëna janë të rëndësishme për qytetarët dhe për institucionet që monitorojnë integritetin e zyrtarëve publik.